Tani do të ndalemi në mënyrë të veçantë në bursën e paras. Shqipëria në vitin 2009 ka pas një treg të rregulluar me ligj për sa i përket bursave, ku mund të investoje në tregje platforma të ndryshme. Nuk kaluan shumë kohë dhe ky treg kaloi në informal. Pra, planet e investimit financiar deri në 2% në Shqipëri kanë kaluar në një sistem informal shumë të theksuar. Kjo është e meta më e madhe e qeverisë shqiptare me kryeministin zoti Edi Rama, sepse ka arritur të nxjerrë nga tregu shumë biznese, ka arritur të vënë në vështirësi shumë biznese dhe nuk qarkullon i lirë biznesi me transaksione në vendet ndryshme të botës. Kurse rajoni është një model shumë i përparuar se Shqipëria. Mund t'ju them që në vitin 2009 Shqipëria, Kosova, Maqedonia kanë pas tregjet përbashkëta në bursë, që në fix leader e para, më pas u ndryshoi emrin dhe u transferua në Angli, sepse me njëherë sa ndryshohet sistemi Shqipëri, goditet atë që fiton më shumë. Ai goditet dhe del jashtë tregut. Pra, kemi pas viteve 2017-18, kemi një treg informal shumë të lartë për sa i përket planat e investimit financiar me interesat deri në 2%. Sot në Shqipëri nuk ekzistojnë këto të rregulluara me ligj dhe sigurisht nuk kontribuojnë në ekonominë e shqiptarëve. Mund t'ju japim disa statistika që vetëm investimet në të plana investimit me interes 2% për bursë kombëtare dhe investimi në NFT, mundësitë që jepet sidomos sektorit të artistëve apo mediave etj, mund të rriteshin pensionet e pensionistëve shqiptarë deri në 26%. Kjo është aftësia që qeveria shqiptare vuan dhe nuk e ka ndërmend ta bëjë.